A e keni vënë re ndonjëherë? Ekzistojnë njerëz që pa thënë asnjë fjalë komandojnë respekt. Nuk bërtasin. Nuk lutin. Thjesht tërhiqen. Dhe pa pritur gjithçka ndryshon. Energjia lëviz. Njerëzit fillojnë të pyesin, të kërkojnë, të ndjejnë. Tani imagjinoni sikur ju të bëni të njëjtën gjë. Sikur të ndaloni së reaguari menjëherë ndaj gjithçkaje. Sikur të zgjidhni heshtjen në vend të përgjigjes automatike. Tërheqjen në vend të shpërthimit. Çfarë mendoni se do të ndodhte? Kjo është e vërteta që askush nuk ju a thot, kur ndaloni se qenit gjithmonë të disponueshëm, emocionalisht, fizikisht, psikologjikisht, bota rreth jush hyn në krizë. Sepse njerëzit janë mësuar t'ju kontrollojnë përmes reagimeve tuaja. Përmes impulseve tuaja. Përmes parashikueshmërisë suaj. Por dita që zgjidhni të tërhiqeni, loja ndryshon. Dhe ata që mendonin se ju njihnin kuptojnë se nuk din asgjë për ju. Jung tha, çdo gjë që na irriton të tjerët mund të na çojë në një kuptim më të mirë të vetvetes. Tani mendoni për këtë, kur bëheni të paarritshëm, kush vërtet dëshpërohet? Kush irritohet? Kush përpiqet t'ju provokojë vetëm për të nxjerrë ndonjë emocion? Kjo zbulon më shumë për ta se sa për ju. Dhe më kryesorja, zbulon sa shumë jeni ende duke u manipuluar pa e kuptuar. Pjesa 1. Burgosja e disponueshmërisë. Ju është mësuar që nga fëmijëria të jeni gjithmonë prezent, të përgjigjeni shpejt, të pëlqeni, të thoni po edhe kur dëshironi të thonit jo. Ju është mësuar se vlera juaj qëndron në sa të disponueshëm jeni për të tjerët. Por let ju them një të vërtetë që ndoshta askush nuk ju a ka thënë me këtë qartësi. Kjo disponueshmëri e tepruar nuk është virty. Është burg. Dhe për sa kohë vazhdoni të mendoni se duhet të jeni të aksesueshëm gjithë kohën, do të manipuloheni, do të shteroheni dhe do të harroheni sapo të mos jeni më të dobishëm. E dini pse? Sepse të qenit gjithmonë të disponueshëm ju bën të parashikueshëm. Dhe gjithçka që është e parashikueshme bëhet mjet. Njerëzit fillojnë t'ju përdorin si një buton emergjence emocionale. E shtypnin kur duan vëmendje, lehtësim, vlerësim, dhe pastaj ju vendosin përsëri në radhë, por ju nuk e kuptoni këtë sepse jeni të kapur në një iluzion, se duke qenë prezent për të gjithë, dikush do të jetë prezent për ju. Por nuk funksionon kështu. Jung foli për personën maskën që mbajmë për t'u pranuar, dashur, njohur. Dhe është pikërisht kjo maskë që ju mban tepër të disponueshëm. Thoni jam mirë kur po mbyteni. Përgjigjeni mesazheve menjëherë edhe kur jeni të lodhur. Shpjegoni veten, justifikoheni, mbroheni sikur i detyroheni diçka e botës. Por e vërteta është, sa më shumë e vendosni veten në qendër të skenës së të tjerëve, aq më shumë zhdukeni nga e juaja. Të qenit i disponueshëm gjithë kohën është një formë e fshehtë e braktisjes së vetvetes. Është një mënyrë e maskuar për të kërkuar aprovim, për të shmangur refuzimin, për të kontrolluar imazhin që të tjerët kanë për ju. Por ky kontroll ka një çmim. Dhe çmimi është paqja juaj. Pjesa 2. Energjia juaj psiqike, gjithçka që keni. Jung nuk e shihte psikën njerëzore si një makinë automatike që reagon ndaj stimujve pa pasoja. Për të, mendja jon është si një sistem energjie. Dhe çdo mendim, çdo emocion, çdo veprim konsumon një pjesë të asaj energjie. Pyetja është, apo zgjidhni ju se ku shkon energjia juaj, apo po e lini botën ta vendos atë për ju? Çdo herë që reagoni impulsivisht, po shpërdoroni energji psiqike. Kur mbroheni kundër një kritike që nuk meritonte as vëmendje. Kur përgjigjeni një provokimi vetëm për të provuar se keni të drejtë. Kur angazhoheni në diskutime të padobishme. Kur përpiqeni t'u pëlqeni atyre që nuk ju vlerësojnë. Po shpenzoni forcën tuaj të brendshme në atë që nuk ju ushqen. Dhe Jung ishte i qartë, ajo që i rezistoni, persiston. Sa më shumë reagoni, aq më shumë lidheni. Njerëzit që jetojnë emocionalisht të shterur nuk janë të dobët. Janë të keq drejtuar. Dhe e dini çfarë i ndodh dikujt që jeton i lodhur? Bëhen të cenueshëm. Dhe kur jeni të cenueshëm, bëheni prej e lehtë. Njerëzit manipulues, oportunist dhe emocionalisht në nevojë e ndjejnë këtë. Vërenjë që nuk dini si ta ruani energjinë tuaj, që reagoni ndaj gjithçkaje, që po përpiqeni gjithmonë të zgjidhni botën dhe përfitojnë prej kësaj. Jung tha se një psiqik e shëndetshme është ajo që di si ta mbaj energjinë brenda sistemit. Kjo do të thotë të dish si të thuash jo pa fajsi.
Të dish si të heshtësh pa u ndjerë frikatësar. Të dish si të vëzhgosh përpara se të veprosh. Sepse fuqia e vërtet nuk qëndron në reagim. Qëndron në zgjedhjen kur dhe si të veprosh. Sa herë keni humbur gjumë për një bisedë të pasgjidhur? Sa herë keni kaluar orë duke përpunuar se çfarë duhej të kishit thënë? Kjo është energji që po shteret pa kthim. Po mbani gjallë fantazma që duhet të kishin vdekur kohë më parë. Po ushqeni dinamika që ekzistojnë vetëm sepse ju insistoni të përgjigjeni. Energjia psiqike është si një fush force. Kur ruhet mirë, krijon prezencë. Hyni në një dhomë dhe komandoni respekt pa thënë një fjalë. Por kur menaxhohet keq, bëheni të padukshëm, reaktiv, të brishtë. Dhe bota nuk ka mëshirë për ata që dorëzohen lehtë. Prandaj, filloni të vëzhgoni shkaktarët tuaj. Çfarë ju bën të reagoni automatikisht? Çfarë ju bën të humbni qendrën? Këto janë pikësisht pikat ku energjia juaj ikën. Dhe aty duhet të punoni, jo për të bërë të ftohtin apo indiferentin, por për të qenë selektiv, për të qenë sovran mbi veten. Pjesa 3. Manipulimi i heshtur, si ju përdorin. Ju mendoni se jeni në kontroll. Besoni që reagimet tuaja janë zgjedhje të ndërgjegjshme. Por e vërteta është më e errët, shumica e përgjigjeve tuaja emocionale janë të programuara. Dhe ata që e kuptojnë këtë ju manipulojnë lehtë. Njerëzit oportunist nuk kanë nevojë të ngrenë zërin, të kërcënojnë apo të detyrojnë situata. Thjesht aktivizojnë butonat që i keni lënë të ekspozuar. Dhe ju reagoni gjithmonë. Jung e quante këtë projekcion mekanizmi psikologjik përmes të cilit njerëzit projekcionojnë të tjerët atë që nuk mund ta shohin në veten e tyre. Por ka një anë tjetër të këtij fenomeni që pak vërejnë, ndërsa të tjerët projekcionojnë tek ju gjithashtu bëheni pritës i këtyre imazheve. Dhe sa më shumë jeni emocionalisht të disponueshëm, aq më shumë bëheni një kanavac bosh për këto projekcione. E njihni atë mik që ju kërkon vetëm kur është në krizë? Atë partner që gjithmonë ka nevojë që ju t'ia shpëtoni ditën? Atë person që ju lavdëron, por vetëm për sa kohë që jeni të dobishëm? Asgjë nga kjo nuk është rastësi. Ata nuk po lidhen me ju. Po lidhen me idenë e juaj, me rolin që pranoni të luani. Dhe pse pranoni? Sepse keni frikë nga shgënjimi. Frikë se nuk do të duheni. Frikë nga braktisja. Manipulimi më efektiv nuk ndodh në bërtim. Ndodh në heshtjen e fajit. Kur ndjeni se i detyroheni diçka e tjetrit. Kur besoni se duhet të jeni të disponueshëm, duhet të ndihmoni, duhet të kuptoni, edhe kur kjo ju shkatëron brenda. Dhe kjo është pika qendrore, manipuluesi nuk ka nevojë t'ju kontrollojë. Vetëm ka nevojë që ju të vazhdoni të reagoni në të njëjtën mënyrë. Por kur ndaloni së reaguari, loja thyet. Kur filloni të thoni jo, të përgjigjeni me heshtje, të tërhiqeni në vend që të shpjegojeni, projeksionet fillojnë të coptohen. Maska që vun mbi ju bie. Dhe kjo i shqetëson njerëzit sepse nuk din më se kush jeni. Dhe më keq, tani detyrohen të shikojnë veten. Dhe jo të gjithë janë gati për këtë. Mos disponueshmëria juaj është kërcënim sepse detyron të tjerët të përballen me zbrazëtinë e tyre. Heshtja që ofroni zbulon zhurmën e brendshme që nuk duan ta dëgjojnë. Dhe pastaj vjen sulmi, kritika, drama emocionale. Jo sepse jeni gabim, por sepse ndaluat së shërbyeri si pasqyrë e përshtatshme. Jung tha, ne nuk ndriçohemi duke imagjinuar figura drite, por duke bërë errësirën të ndërgjegjshme. Kur tërhiqeni, kur ndaloni së ushqyeri ciklin, hija e të tjerëve fillon të dalë në sipërfaqe. Dhe kjo është e padurueshme për ata që gjithmonë ju kanë përdorur si shpëtim. Por çfarë për ju? A jeni gati të përballoni pa kënaqësinë e të qenit keqkuptuar, refuzuar, madje sulmuar për të mbrojtur veten? A jeni gati të duroni heshtjen që vjen pas thyrjes? Sepse është pikërisht në atë heshtje që lind një lloj i ri fuqie. Pjesa 4. Fuqia e heshtjes së ndërgjegjshme. Bota moderne është e zhurmshme. Të gjithë duan të dëgjohen, duan të përgjigjen shpejt, duan të fitojnë debate të pakuptimta dhe të provojnë pikën e tyre, edhe nëse u kushton paqen e tyre. Por ekziston një fuqi që pak e njohin dhe edhe më pak e zotërojnë, fuqia e heshtjes. Jo heshtja e pasivitetit apo frikës, por heshtja e ndërgjegjshme, strategjike, brutalisht e qartë. Lloji i heshtjes që nuk është mungesë, por prezencë e amplifikuar. Jung e pa heshtjen jo si zbrazëti, por si tokë pjellore për transformim të brendshëm.
Kur ndaloni së reaguari, filloni të vëzhgoni. Dhe duke vëzhguar, shihni modele që më parë kalonin pa u vënë re. Përsëritje emocionale, lojra manipulimi, cikle vetë sabotimi. Heshtja lejon qartësi, dhe qartësia është e rrezikshme për ata që jetojnë për t'ju kontrolluar. A e keni vënë re si disa njerëz hyjnë në panik kur nuk përgjigjeni? Kur nuk shpjegoheni, kur thjesht zhdukeni? Nuk është sepse u mungoni. Është sepse heshtja juaj u heq kontrollin mbi narrativën. Ndërsa flisni, jeni ende në lojë. Por kur heshtni, ndryshoni rregullat. Dhe kjo çekuilibron çdo që lulëzon nga reagimi juaj. Heshtja e vërtet nuk është mungesa e zërit. Është zotërimi mbi energjinë tuaj. Është refuzimi për t'u tërhequr poshtë nga emocionet e dikujt tjetër. Është zgjedhja e ndërgjegjshme për të mos u angazhuar në betejë që nuk ia vlen konsumit tuaj. Jung tha se individuimi, procesi i të bëhurit, ai që jeni me të vërtet, kërkon këtë distancim. Sepse vetëm në heshtje mund të dëgjoni veten pa ndërhyrjen e botës. Por mos u gënjeni. Heshtja ka një çmim, do t'ju largoj nga njerëzit që ju vlerësonin vetëm për rolin që luanin. Do t'ju bëj të pakuptueshëm për ata që ju shihnin vetëm përmes projeksioneve të tyre. Do t'ju bëj të dukeni të ftohtë, të largët, arrogant. Por e gjitha kjo është reagim nga ata që kur nuk deshin të merreshin me thellësinë tuaj, vetëm me përdorshmërinë tuaj. Dhe këtu është e vërteta e vështirë, sa më shumë piqeni, aq më selektiv bëheni me fjalët tuaja. Sepse kuptoni që çdo fjali është një investim energjetik. Dhe jo të gjithë meritojnë akses te e vërteta juaj. Ndonjëherë heshtja nuk është tërheqje. Është sovranitet. Është gjuaja e atyre që nuk kanë më nevojë të provojnë asgjë ndaj askujt. Heshtja është e pakëndshme sepse detyron tjetrin të merret me mendimet e veta, me zhurmën e brendshme. Dhe kjo pakënaqësi zbulon më shumë për ta se sa çdo argumenti juaj mund të zbulonte. Ju nuk keni nevojë të shpjegoni mungesën tuaj. Ajo shpjegohet vetë, dhe ata që ndihen të kërcënuar nga ajo zbulojnë se sa shumë vareshin nga çekuilibri juaj për të mbajtur kontrollin e tyre. Por heshtja më e fuqishme nuk është ajo që shqetëson tjetrin. Është heshtja që ju rindërton nga brenda. Heshtja që ju lidh me diçka përtej aprovimit të jashtëm. Është në këtë hapësirë të brendshme, e lirë nga kërkesat e të tjerëve, që filloni të rikuperoni energjinë tuaj vitale, të rilidheni me thelbin tuaj. Pjesa 5, mosdisponueshmëria e ndërgjegjshme. Si të filloni? S'ka kuptim ta kuptoni gjithë këtë intelektualisht nëse në praktik vazhdoni të thoni po kur mendoni jo. Vazhdoni t'i përgjigjeni mesazheve që ju shqetësojnë. Vazhdoni të merrni pjesë në biseda bosh. Vazhdoni të mbani marrëdhënie që ekzistojnë vetëm nga inercia. Ndërgjegjshmëria pa veprim është vetëm një formë tjetër vetgënjimi. Transformimi i vërtet fillon kur vendosni me vendosmëri të bëheni selektiv. Dhe kjo kërkon disiplinë emocionale. Mosdisponueshmëria e ndërgjegjshme nuk ka të bëjë me të qenit i ftohtë, arrogant apo indiferent. Ka të bëjë me të mos qenit më i aksesueshëm për çdo në çdo kohë për çdo arsye. Ka të bëjë me marrjen e kontrollit mbi energjinë tuaj, kohën tuaj, paqen tuaj. Dhe kjo fillon me veprime të vogla, të mos përgjigjeni menjëherë. Merrni frym. Prisni. Zgjidhni nëse meritojnë përgjigjen tuaj. Të merrni frym përpara se të reagoni. 3 frymëmarrje të thella mund të shpëtojnë energjinë tuaj nga shpërdorimi. Të largoheni nga një diskutim përpara se të tërhiqeni në kaos. Ju nuk i detyroheni asgjë askujt. Të fikni telefonin pa fajsi. Koha juaj është e juaja. Të thoni jo sot, nuk jam i interesuar, nuk do të përfshihem. Por këtu është pjesa më e rëndësishme. Ju nuk keni nevojë të justifikoni mungesën tuaj. Nuk keni nevojë të shpjegoni heshtjen tuaj. Nuk i detyroheni asgjë askujt përveç vetes. Dhe kjo për shumë njerëz është e pafalshme, sepse kur refuzoni të shpjegoheni, u hiqni fuqinë tjetrit për t'ju mbajtur brenda një narrative emocionale ku ju jeni gjithmonë i dobishmi, kuptuesi, i aksesueshmi. Jung e kuptoi se çdo proces individuimi kalon nëpër izolim, por jo një izolim depresiv. Një izolim të shenjtë. Një kohë tërheqjeje të brendshme ku mësoni të dëgjoni zërin tuaj pa ndërhyrjen e botës. Kur i ndërtoni identitetin tuaj, jo bazuar në shikimin e të tjerëve, por nga qendra juaj. Dëshironi të dini një termometër të mirë për evoluimin tuaj?
Vëzhgoni se kush fillon të largohet kur bëheni më të rezervuar. Vëzhgoni se kush përpiqet t'ju provokoj kur ndaloni së reaguari. Vëzhgoni se kush ju akuzon se keni ndryshuar kur më në fund filloni të mbroheni. Këto nuk janë shenja se jeni gabim, janë provë se keni filluar të liroheni. Të qenit i padisponueshëm është e pakëndshme në fillim. Do të ndiheni fajtor. Do të mendoni se jeni egoist. Do të dëgjoni që jeni shumë të ashpër. Por kjo është pjesë e procesit të dekonstruktimit. Keni kaluar jetën tuaj duke u kondicionuar të vendoseni të dytin. Është natyrale që ndryshimi shkakton pakënaqësi, jo vetëm tek ju, por të gjithë që përfituan nga versioni juaj i vjetër. Mosdisponueshmëria e ndërgjegjshme është themeli i vetvendosjes. Kur i thoni jo botës, po i thoni po vetes. Kur tërhiqeni nga një mjedis toksik, por ja afirmoni që paqja juaj vlen më shumë se çdo lidhje e rreme. Dhe kur ndaloni së shpjeguari veten, filloni të respektoheni, edhe nëse është nga pak. Pjesa 6, rilindja, çfarë vjen pas heshtjes. Kur ndaloni së qeni të disponueshëm për të gjithë, diçka e thellë fillon të ndodhë. Së pari vjen heshtja, një heshtje e pakëndshme që duket se bërtet brenda jush. Pyeteni veten nëse bëtë gjën e duhur, nëse jeni shumë të ashpër, nëse po humbisni njerëz që ju donin, por gradualisht kjo heshtje transformohet. Fillon të pastroj, të qetësoj, të shëroj. Dhe pastaj vjen vetmia. Por jo vetmia e mungesës. Është vetmia e prezencës totale e juaja. Vetmia e të fortëve. Vetmia e atij që nuk e tradhtoi më veten për të mbajtur të tjerët afër. Dhe në atë hapësirë ku dikur ishte konfuzion, hyn qartësia. Ku dikur ishte ankthi, hyn paqja. Ku dikur ishte nevojshmëria, hyn një lloj i ri force. Forca e të qenit i tërë brenda vetes. Jung tha se procesi i individuimit kërkon që të largoheni nga kolektiviteti, që të identifikoheni nga maska, që të ecni vetëm për një kohë. Dhe kjo është saktësisht ajo që po bëni kur vendosni të bëheni të padisponueshëm. Ju nuk po ikni nga bota. Po ktheheni te vetja. Është në këtë pikë që ndaloni së qenit reaktor dhe bëheni krijues. Pushoni së qenit të formësuar nga rrethanat dhe filloni ta formësoni realitetin tuaj nga brenda. Njerëzit që ndihen të pakëndshëm me mungesën tuaj, ata zbulojnë që kur nuk ju deshën. Deshën rolin që luanin. Dhe tani që nuk përfshiheni më, nuk din çfarë të bëjnë me ju. Dhe kjo është çliruese. Do të humbisni njerëz. Por do të gjeni veten. Do të largoheni nga vende. Por do të rilidheni me thelbin tuaj. Do të bëheni të keqkuptuar. Por më në fund do të filloni të respektoheni. Sepse kur nuk jeni më të disponueshëm për çdo gjë, bëheni të vlefshëm, të rrallë, të paharrueshëm. Dhe mos u gënjeni. Kjo është rilindje. Një fillim i ri, fillimi i një jete ku nuk jeni më të disponueshëm për thërmie emocionale, për lojra mendore, për zbrazti të maskuara si dashuri. Tani pranoni vetëm atë që rezonon me paqen tuaj, me të vërtetën tuaj, me plotësinë tuaj. Thirrja juaj për veprim, zgjedhja e paqes. Dhe tani, ju pyes drejt për drejt, a jeni gati të jeni të keqkuptuar, refuzuar, madje urryer në emër të lirisë suaj të brendshme? A jeni të gatshëm të paguani çmimin e të qenit ju? Sepse ky është çmimi, vetmi e përkohshme. Pakënaqësia e të tjerëve. Refuzimi i atyre që përfituan nga versioni juaj i vjetër. Por shpërblimi? Shpërblimi është gjithçka. Paqja e brendshme që nuk mund t'ju merret. Identiteti që nuk varet nga validimi i jashtëm. Forca që vjen nga të qenit i tërë brenda vetes. Liria e të jetuarit nga qendra juaj e vërtetë. Dhe dua që ta dini, ju meritoni këtë. Meritoni të jetoni një jetë ku nuk shpjegoni çdo vendim. Ku nuk justifikoni çdo zgjedhje. Ku nuk kërkoni leje për të qenë plotësisht ju. Prandaj sot, dua t'ju ftoj të bëni diçka të vogël por të fuqishme. Gjeni një vend ku po jepni shumë dhe tërhiquni. Një marrëdhënie që ju shterë. Një mjedis që ju zvogëlon. Një situatë ku gjithmonë jeni ju që jepni dhe kur nuk merrni. Dhe thjesht, tërhiquni. Pa shpjegim. Pa justifikim. Pa fajsi. Vëzhgoni çfarë ndodh. Vëzhgoni se kush panikoj. Vëzhgoni se kush përpiqet t'ju tërheqë mbrapa. Vëzhgoni se kush shfaq versionin e tyre të vërtetë. Dhe pastaj zgjidhni,
A meritojnë të ktheheni, apo ishte koha të vazhdoni përpara? Mesazhi përfundimtar, zgjedhja juaj nëse keni arritur deri këtu, është sepse një pjesë e juaja është tashmë gati për këtë rrugë të re. Një pjesë e juaja ka kuptuar tashmë se të duhesh nuk do të thot asgjë nëse për këtë duhet të braktisni veten. Dhe se dashuria e vërtet ndaj vetes fillon kur zgjidhni veten, edhe nëse kjo ju kushton të jeni vetëm për një kohë, ju mund kaloj një jetë të tërë duke studiuar transformimin njerëzor. Dhe ai zbuloi këtë, individët më të fortë, më të tërë, më autentik, të gjithë kaluan nëpër një periudhë ku zgjodhen veten mbi gjithçka tjetër. Ku zgjodhen heshtjen mbi bisedat bosh. Ku zgjodhen tërheqjen mbi shpjegimin. Ku zgjodhen paqen mbi popularitetin. Dhe në atë tërheqje, ata gjetën diçka që bota nuk mund t'ua jepte, plotësinë e brendshme. Kjo është ajo që po ju thërret sot. Jo të bëheni të ftohtë apo indiferent, por të bëheni sovran mbi energjinë tuaj, kohën tuaj, jetën tuaj. Të bëheni zotër të vetes suaj. Dhe kur e bëni këtë, kur mësoni të thoni jo pa fajsi, të heshtni pa dobësi, të tërhiqeni pa shpjegim, bota fillon t'ju trajtojë ndryshe. Jo sepse keni ndryshuar, por sepse njerëzit nuk mund t'ju manipulojnë më. Nuk mund t'ju kontrollojnë më. Nuk mund t'ju përdorin më. Dhe kur dikush nuk mund t'ju përdor, ai duhet t'ju respektoj, ose të largohet. Dhe në të dyja rastet, ju fitoni. Fjalët e fundit, premtimi im për ju. Ju që po dëgjoni këto fjalë tani, ju që e ndjeni thellë në eshtrat tuaj që diçka duhet të ndryshojë. Ju që jeni lodhur nga të qenit gjithmonë të disponueshëm për njerëz që nuk janë kurrë të disponueshëm për ju, unë ju shoh. Shoh lodhjen që e fshini pas buzëqeshjes. Shoh frustrimin që e shtyni poshtë çdo ditë. Shoh zbrazëtin që mbetet pasi keni dhënë gjithçka që kishit. Dhe dua që ta dini, ju nuk jeni vetëm në këtë. Ka mira shpirtra si ju që po mësojnë të thonë jo. Që po mësojnë të tërhiqen. Që po mësojnë se heshtja është fuqi, jo dobësi. Dhe sot, ju ftoj të bashkoheni me ta. Të zgjidhni paqen tuaj mbi aprovimin e të tjerëve. Të zgjidhni veten mbi të gjithë ata që duan ta konsumojnë energjinë tuaj. Të zgjidhni lirinë mbi frikën nga vetmia. Sepse let ju them një sekret, vetmia e zgjedhur është më e mirë se shoqëria që kërkon që të mos jeni ju. Kur jeni vetëm me veten tuaj të vërtet, ju nuk jeni vetëm. Jeni të lirë. Dhe nga ajo liri do të ndërtoni një jetë që nuk ju harxhon, që ju ushqen. Marrëdhënie që nuk ju zvogëlojnë, që ju nderojnë. Një identitet që nuk varet nga të tjerët, që rritet nga brenda. Kjo është ajo që Jung e quante individuim. Kjo është ajo që unë e quaj jetë të vërtetë. Dhe është e juaja nëse guxoni ta kërkoni. Momenti juaj i zgjedhjes. Pra tani, le t'ju pyes për herë të fundit, sa kohë do të vazhdoni të reagoni si kukull kur dikush prek plagën tuaj? Sa kohë do të vazhdoni të kontrolloheni nga emocionet e të tjerëve? Sa kohë do të vazhdoni të jepni energjinë tuaj te ata që nuk e meritojnë as një minutë të heshtjes suaj? Ndoshta është koha të pritni ato fije. Të tërhiqeni. Të bëheni mister. Sepse kur ndaloni së qenit të disponueshëm, gjithçka ndryshon. Njerëzit fillojnë t'ju vlerësojnë sepse nuk mund t'ju marrin si të mirëqen më. Fillojnë t'ju respektojnë sepse vendosët kufi. Fillojnë t'ju shohin vërtet sepse nuk jeni më thjesht një rol që luani, dhe më e rëndësishmja, ju filloni të jetoni nga qendra juaj e vërtetë. Jo nga pritjet e të tjerëve. Jo nga frika e refuzimit. Jo nga nevoja për aprovim. Por nga sovraniteti i brendshëm, nga dija se jeni i tërë, i plot, i mjaftueshëm brenda vetes. Thirrja finale. Nëse ky mesazh ju ka prekur thellë, nëse keni ndjerë çdo fjalë në shpirtin tuaj, nëse jeni gati të filloni këtë transformim, shkruani në komente, zgjedh paqen time. Le ta shohim sa prej jush janë gati për këtë tranzicion. Sa prej jush janë gati të jenë të keqkuptuar, refuzuar, madje sulmuar, në emër të lirisë së brendshme. Sepse kjo është çmimi. Por çmimi ja vlen. Sepse në anën tjetër të kësaj tërheqjeje, të kësaj heshtjeje, të kësaj mosdisponueshmërie të ndërgjegjshme, ju pret versioni më i fortë, më i qartë, më autentik i juaj. Versioni që nuk kërkon leje, versioni që nuk shpjegohet. Versioni që thjesht është në gjithë fuqinë, thellësinë dhe të vërtetën e tij. Dhe ai version është gati të lindë. Pyetja është, a jeni ju gati ta pranoni? Përfundimi.
Jung e dinte se transformimi i vërtet vjen jo nga të shtuarit, por nga heqja dorë. Jo nga të mësuarit më shumë, por nga lënia e asaj që nuk na shërben më. Dhe sot, ju ftoj ta lini nevojën për të qenë të kuptueshëm nga të gjithë. Lini frikën nga vetmia. Lini fajsin kur thoni jo. Lini shpjegimin kur zgjidhni veten. Dhe në atë hapësirë që krijohet, në atë heshtje që mbetet, do të gjeni diçka që e keni kërkuar gjithë jetën, paqen e të qenit plotësisht, tërësisht, vërtet ju. Rruga është e vështirë. Rruga është e vetmuar ndonjëherë, por rruga çon në shtëpinë që keni brenda vetes, që askush nuk mund t'ju marrë, që është gjithmonë e juaja. Dhe unë do të jem këtu, duke ecur këtë rrugë me ju, duke ju kujtuar kur harroni. Ju jeni më shumë se sa mendon bota për ju. Ju jeni më të fortë se sa mendoni për veten. Ju jeni të denjë për çdo copë paqe që kërkoni. Tani shkoni. Tërhiquni. Heshtni. Bëhuni mister. Dhe vini re si bota fillon të ndryshohet rreth jush. Sepse kur ndaloni se qeni të disponueshëm për të gjithë, bëheni i vlefshëm për ata pak që vërtet meritojnë. Dhe ata pak janë gjithçka që ju nevojitet. Me respekt të thellë për guximin tuaj, mirë se vini në jetën tuaj të re, jetën ku ju zgjedhni veten. Shihemi në anën tjetër të heshtjes.